Në hadithin e sakt, hadithi i Ebu Tamime al-Hujaymi, na tregon se si një herë mbas profetit sallallahu alaihi wasallam ishte një person të dy të hypur mbi një gomar. Dhe ndodh që gomari pengohet. Dhe ky person thot ta'isa shejtan, u shkatrot shejtani. Profeti alayhi salatu wassalam, për t'i dhënë mësimin e duhur, mësimin e bukur, i thot që la taqul ta'isa shejtan, mos thuaj u shkatrot shejtani. Fa innaka idha qulta ta'isa shejtanu ta'arrama fi nafsi. Sepse nëse thua këtë fjalë, pra që u shkatrov shejtani, atëherë i zmadhohet në veten e tij, pra bëhet sa një shtëpi. Wa qala sara'atuhu bi quwwati, dhe thotë që e munda robin, njeriu me forcën time, pra me përmendjen time, pra i bëhet qefi shejtanit dhe zmadhohet. Fa idha qulta bismillah tasagharat ilayhi nafsu. Por nëse thua bismillah me lejen e Allahut, pra me lejen e Allahut ndodhi kjo gjë, me caktimin e tij, me emrin e Allahut ndodhi kjo gjë, atëherë ai ngushtohet dhe zvoglohet në vetvete. Hatta yakuna asghara min adh-dhubab, derisa të bëhet më i vogël se sa vet miza.